Mirë mbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve. Vendi ynë një ditë më parë ka mbajtur zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Zgjedhjet këto që u vlerësuan ferr dhe demokratike. Po ashtu policia e Kosovës vlerësoi se procesi zgjedhor ishte i qetë dhe pa incidente serioze. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë ka proceduar nga 2382 vendvotime, 2390 ose 97.36%. Nga këto rezultate prind lëvizja vetëvendosje me 47.88% të votave. Pas vetëvendosjes vjen Partia Demokratike e Kosovës, pastaj Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e kështu me radhë. Dalja në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit ishte 45.56%. Ndërkaq, pas shpalljes së rezultateve preliminare, Albin Kurti nga lëvizja vetëvendosje tha se u vërtetua se zgjedhjet ishin një referendum për drejtësi. I pari i partisë fituese tha se në mandatin e ardhshëm qeverisës nuk do t'i hakmerrën ndaj askujt, por do të kërkojnë përgjegjësi dhe drejtësi kudo. Ky referendum për drejtësi e punë dhe kundërkapjes së shtetit dhe korrupsionit u fitua. Është diçka e pashembullt në Kosovën e pas luftës, tha e mbrëm vonë. Kandidati për kryeministër Albin Kurti tha se fitoria e lëvizjes vetëvendosje në zgjedhjet e 14 shkurtit do të mbahet mend gjatë. Numri 2 i listës lëvizjes vetëvendosje, Vjosa Osmani, zgjedhjet e sotme i ka vlerësuar fitore plebishtare, që sipas saj dëshmuan se ndryshimet mund të arrihen në Kosovë. Ajo tha mandati i ardhshëm ndërmjet koalicionit lëvizjes vetëvendosje lista Vjosa nuk do të jetë për hakmarrje e as për kthim prapa, por për të garuar mirëqenie, drejtësi dhe luftim të korrupsionit. E pasi janë numëruar 99.16% e votave, lëvizja vetëvendosje prin me 47.88%, PDK me 17.36%, LDK me 13.08% dhe AK me 7.40%. Ka përfunduar numërimi i flet votimeve nga të gjitha vendvotimet në Kosovë, veç se ka mbetur që të procesohen edhe rreth 1% e të dhënave në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka thënë zëdhënësi i këtij institucioni Valmir Elezi. Ndërkohë, në qendrën e numërimit dhe rezultateve po vazhdon të pranohet materiali i ndjeshëm zgjedhor që është përdorur dje gjatë ditës së zgjedhjeve, derisa numërimi ka përfunduar. Në qendrën e numërimit dhe të rezultateve po vazhdojmë të pranojmë materialin e ndjeshëm zgjedhor, i cili gjatë ditës së zgjedhjeve ka qenë i shpërndarë në të gjitha vendvotimet në Republikën e Kosovës. Me lejoni gjithashtu t'ju njoftoj se numërimi i fletvotimeve nga vendvotimet ka përfunduar të dielën në mbrëmje dhe në faqet KQZ-s janë procesuar të dhënat e pothuajse 99% të vendvotimeve. Kanë mbetur disa vendvotime numër i vogël, rreth 40 prej tyre, të dhënat e të cilave do të përditësohen, do të ngarkohen në faqe gjatë ditës së sotme. Ndërkohë në pritje për numërim mbesin votat me kusht, ato nga jashtë Kosovës dhe votat e personave me nevoja të veçanta, proces që sipas Elezit mund të fillojë pasi të përfundojnë procedurat në qendrën e numërimit dhe rezultateve që kanë të bëjnë me materialin zgjedhor, për shkak i ka thënë se këto procedura mund të përmbyllen deri nesër. Ndërsa për parregullsitë e shfaqura gjatë ditës së djeshme për mungesë të zorfeve, Elezi tha se askush nuk ka mbetur pa votuar. Askush nga këta qytetarë nuk ka mbetur pa votuar, sepse zyrtari i lartë komunal në komunën e Prishtinës dhe kryesisht dhe sigurisht Komisioni Komunal i Zgjedhjeve ka ndërhyrë shumë shpejt dhe ka dërguar materialin i cili ka qenë i nevojshëm për të zhvilluar ky votim. Veç të disa vendvotime kanë mbetur pa u procesuar, ka thënë Elezi. Dje gjatë gjithë ditës ekipet e televizionit Syri ju kanë mbajtur të informuar lidhur me gjithë procesin e votimit, pas daljes rezultateve të para në përsëritje e vetëvendosjes, kudo në vendin tonë filluan të festojnë pas fitores së thellë, ndërsa edhe sot janë shprehur se fitoria e thellë i bën ata shumë të përgjithshëm. Në mbrëmjen e 14 shkurtit pranë selisë së vetëvendosjes në Gjakov, daullet kishin filluar të dëgjoheshin. Simpatizantët ishin mbledhur me qëllim që t'i prinë me fitore zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Ndërsa sot dyert e këtij subjekti politik u hapën që në orët e hershme të mëngjesit. Qytetarët veç kishin filluar të vinë me qëllim që t'ju urojnë suksese të më tutjeshme kandidatëve për deputet dhe pjesëtarëve të këtij subjekti politik. Puna në terren, kontakti me qytetarët na ka japë me kuptu që dëshira tyre, vullneti tyre për ndryshim është shumë i madh, prandaj neve na ka japë mundësinë që të bëjmë analizat tona dhe të dalim me një parashikim tonin, të cilin
po vërtetojmë tash duke me daljen e rezultateve. Gjithë kjo dashni e ky besim që kanë qytetarët tek ne, na mbush neve me shpresë edhe me vullnet edhe më të madh për të punuar. Falenderues ndaj qytetarëve është shprehur edhe Alita Fashiku. Lëvizja vetëvendosje do t'i përfaqësojë qytetarët duke e kthyer besimin në punë, tha ai. Në nivel vendi po besoj që 53%, kurse në Gjakob ende më shumë do të thellohet ky rezultat. Unë e di vetë edhe nga komunikimi i përditshëm me bashkëdhetar na kanë dërguar shumë mesazhe, shumë bota që i kanë konfirmu. Dihet që Gjakoba ka një numër të konsiderueshme në diasporë dhe po besoj që edhe ata bashkë me shumicën e qytetarëve të komunës Gjakobës do të avullosin këtë sukses dhe do t'i japin këmbë e fuqi një qeverisje stabile të parën këtij lloji në Republikën e Kosovës, sidomos në etapën e re, për 4 vite dhe do të punojmë, angazhohemi së bashku që kthejmë ditë më të mira për gjithë ata që kanë shpresuar dhe kanë besuar lëvizjen vetëvendosje dhe në qeverisjen e ndryshimit. Enda asgjë nuk është definitive, sepse votat e Mërgatës nuk janë numëruar. Megjithatë, nga lëvizja vetëvendosje janë optimist se do të arrijnë që të dalin nga këto zgjedhje me 53% të votave. Që gjithçka të shkojë mbar dhe mirë është përkujdesur policia vendit tonë. Edhe në drejtorinë arenale të policisë në Gjakov dhe ato kufitare, po në këtë qytet, thanë se zgjedhjet kanë shkuar mbar. Policia e Kosovës realizoi me sukses planin operativ për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, që kishte për qëllim ofrimin e sigurisë, mbajtjen e rendit, qetësisë dhe sigurisë publike në vend para, gjatë dhe pas procesit të zgjedhjeve, si në tërë territorin e Kosovës, ashtu edhe në rajonin e Gjakovës. Kështu tha komandanti sapo emëruar i stacionit policor Major Milazim Lumi. Shembull ka qenë edhe komuna e Gjakovës, e cila do të ka dhënë më të mirën të mundshëm duke filluar prej të gjithë personelit të angazhuar do të prokurorisë, Komisionit Qendror Zgjedhjeve, policisë dhe qytetarëve që do t'i falenderojmë të cilët vërtet në këto kushtet atmosferike të cilat kanë qenë me një disiplinë dhe me një përkushtim do të mirë qytetarë kanë dalë, kanë kryer obligimet zgjedhore dhe na i kanë lehtësuar edhe neve punën tonë në fushën e sigurisë. Kjo jep me kuptu që në disiplinimin e qytetarëve vetëm dje do të me gjitha të kushte të rënda atmosferike, nuk kemi pas asnjë aksident komunikacioni, do të prandaj duhet të kuptojmë qytetarët për kulturën e tyre. Major Lumi njëherë theksoi se bashkërisht me zyrtarë të tjerë të këtij institucioni shtetëror do të jenë në krye të detyrës me përgjegjësi të plotë dhe profesionalizëm. Pavarësisht zonave ku jetojmë apo emërimet, ne vazhdojmë të punojmë dhe ndihemi si jemi pjesë e atij vendi dhe nuk kemi asnjë farë dallimi. Unë vërtet kam gjetë një ambient mjaft të mirë, kam parë do të zyrtarë policor dhe zyrtare të cilët janë të gatshëm ta japin maksimumin për sigurinë e vendit dhe për qytetarët e komunës së Gjakovës dhe Mexher. Dihet se gjatë 4 ditëve të fundit ka pasur një numër të konsiderueshëm të hyrje-daljeve në pikat kufitare, por fal menaxhimit, kontrollit dhe mbikëqyrjes, situata edhe në rajonin Perëndim ka qenë e qetë dhe pa incidente, kështu tha kolonel Nezhmi Krasniqi. Vetëm në 4 ditën e fundit, do të thotë vetëm në hyrje kemi pas 19.619 persona që janë në Kosovë. Pastaj në dalje për në Shqipëri janë ka 13.819 persona që kanë shkuar për Shqipëri. Domethënë totali është dikon 38.458 në hyrje e dalje vetëm për 4 ditë. Pritja maksimumi ka qenë 10 minuta në pikën kufitare të Vërmicës, megjithëse ju e dini se janë të procedura ligjore se çdo qytetar që do të më regjistruar në sistem, edhe pse po kemi vështirësi nga njëherë edhe me çështjet e energjisë elektrike dhe ja ka qenë bukur vështirë, mirë po të gjitha obligimet ligjore nga ana e punonësve tonë janë kryer dhe asnjë incident më të vogël nuk ka pas. Policia e Kosovës mbetet të përkushtuar në garantimin e rendit kushtetues, krijimin e një ambienti të qetë edhe të sigurt për të gjithë qytetarët.
Isa Mustafa ka dhënë ndërheqje nga posti i kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës pas mbledhjes së kryesisë ta se ka thirrur kuvendin e rizgjedhor për të rizgjedhur strukturat e partisë. Vlerësoi personalisht që rezultati është shumë i keq për LDK-n dhe një rezultat që nuk e kemi pritur. Vlerësoi që kandidati Hoti ka bërë një punë të mirë dhe të suksesshme dhe ka prezantuar programin qeverisës, por vota e qytetarëve është ajo që duhet respektohet dhe shenjë të kësaj vote dhe për organizim, unë sot kam njoftuar kryesinë që do ta thras kuvendin e LDK-s për zgjedhjen e kryetarit të ri të LDK-s në periudhë shumë të shpejtë kohore. Mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës do ta ketë së shpejti kryetarin e ri dhe do të bëjmë të gjitha përgatitjet përmes kryesisë në mënyrë që ky proces të kryhet sa më mirë. Vlerësoj që barti një përgjegjësi për këto që ka ndodhur, edhe pse nuk kam qenë në proces të zgjedhjes, tha ai. Përfaqësuesi special i BE-s Miroslav Lajçak ka komentuar zgjedhjet e parakohshme parlamentare që u mbajtën të dielën me 14 shkurt në Kosovë, ku si parti e parë doli vetëvendosje. Lajçak thotë se në zgjedhjet e 14 shkurtit, institucionet e Kosovës dhe partitë politike treguan pjekuri. Ai thekson se duhet të punojmë në qeverinë e ardhshme për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Zgjedhjet e djeshme në Kosovë demonstruan pjekuri të institucioneve të saj, të gjithë aktorëve relevant dhe partive politike. Qytetarët kanë bërë që zëri i tyre të dëgjohet dhe unë pres që të punojnë në qeverinë e ardhshme për vazhdimin e dialogut, ka shkruar Lajçak në Twitter. Edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka uruar të gjitha partitë politike në Kosovë për zgjedhje të lira dhe demokratike dhe fituesin lëvizjen vetëvendosje. Rama ka thënë se pret që ky vullnet i popullit të Kosovës të mishërohet në një kapitull të ri për Kosovën, me qeveri të qëndrueshme, dialog konstruktiv ndërpartijak, zhvillim ekonomik e social. Përshëndetje të gjitha forcave politike në Kosovë dhe posaçërisht fituesve të qartë të zgjedhjeve lëvizjes vetëvendosje, me urimin që vullneti i popullit të Kosovës të mishërohet në një kapitull të ri për Kosovën, ka shkruar Rama. Qytetarët po vlerësojnë të rregullt procesin zgjedhor të 14 shkurtit, të anketuar nga ata shprehin edhe bindjet e tyre për pritjet që kanë për qeverinë e ardhshme. Ka nga ata që presin ndryshime që nga kjo qeveri, por edhe të tjerë që nuk presin ndonjë ndryshim nga qeveria e ardhshme. Bashkim Gashi tha që dje ka dalë për të votuar dhe që procesi i zgjedhjeve ka shkuar mirë po sipas tij nga Partia Komuniste, siç e quajn ai, nuk pret asnjë ndryshim. Kur gjë espresëm, ka fitu Partia Komuniste, kur gjë espresëm. Hiç kur çfarë ndryshimi s'ka më pas, veç ka më pas ngeci. Ka qytetarë që presin ndryshime dhe realizim të premtimeve, kështu tha Edon Plana, i cili tha që pret mundësi që të realizohen premtimet e tyre. Po presëm ndryshime, tash premtimet inshallah mbahen, që ajo është më rëndësi edhe ka pas nevojë me pas ndryshime tash të shohim. Hamide Plana, një qytetar tjetër, tha që obligimin kushtetuese ka kryer dhe procesi i votimit ka shkuar në rregull. Kom kry obligimin qytetar, procesi përgjithsisht ka qenë shumë mirë, në shkollën në cilën unë kam votu, ka qenë gjithçka në rregull, ka shkuar shpejt. Shumë qytetarë kanë ardhur nga vendet e jashtme për të votuar, e të njëjtën gjë kishte bërë edhe Kujtim Lushaj, i cili tha që ka ardhur enkas për referendum dhe se pritshmëritë e tij janë që të luftohet korrupsioni e hajnia. Unë kam ardhur prej Brukselit vetëm për referendumin që e zhvilluam mbrëm. Qytetarët po vlerësojnë të rregullt procesin zgjedhor të 14 shkurtit. Një qytetare krejt e veçante vendit ton, ajo që prej vitësh na ka bërë të ndjejmë edhe dhimbje edhe krenari, është Fredonia Çerkezi. Ajo ka treguar se çka pret nga kuvendi i ri i Kosovës. Pas zgjedhjeve të 14 shkurtit që mbajtën në vendin ton, ne trokitëm në derën e Fredonie Çerkezit, gruas që mban hapur muzeun e kësaj familje. Ndodhemi në shtëpinë muze të nënës Fredonie. Arsyeja pse sot jemi këtu është sepse zgjedhjet e 14 shkurtit si zgjedhjet e parakohshme në Republikën e Kosovës tashmë thuajse kanë përfunduar dhe ne kemi ardhur që nga afër të pyesim nënën Fredonie se çfarë pret nga këto zgjedhje. Nëna Fredonie njihet si nëna e 4 martirëve, ku bashkë me 4 martirë djemt të saj humbi edhe bashkëshortin. Kërkesa e vetme e saj është zbardhja e fatit të pagjeturve, atyre që u vranë në luftën e fundit të vitit 1999. Pas shumë premtimeve që bën gjitha partitë politike, beson dhe shpreson që në kuvend kjo çështje tashmë të përfundoj.
nuk do të ndalemi së kërkuari deri në trupin e fundit, sepse ata meritojnë të pushojnë të qetë në vendin e tyre, u shpreh ajo. Mishi zgjedhë shkun marë mirë, tash na presim që unë e non, e 4 djemve, tartan, tarmin, tartan, mundet dhe si pashort e alimit, presim që ndryshime pas ma të mdhaja, si të mpokë që për të shok personale, po unë personalisht pres me pas me punu ma shumë për të pa gjeturit, si për familjen teme, si për Gjakovës dhe këtë Kosovës. Qëta personat jenë Gjakovës, jenë pa gjetën këtë. Kështu që inshallah kjo qeveri që vjen e tashme, punën ma shumë për të pa gjeturit, edhe kështu që dalin edhe këta vinë në për vendet vetë, dhe më thonë, Gjakov kudo që kanë jetu, marë më varosu që kemi arditin. Kjo në luftën e fundit në Kosovë humbi 4 djemë dhe bashkëshortin, bashkë me shumë familjar të tjerë. Mësimi në të gjitha shkollat e Gjakovës do të vazhdojë nesër. Kjo pasi sinir gjitha komunat të Kosovës edhe në Gjakovë, nga 48 shkolla që gjenden në këtë komunë, 34 prej tyre janë shfrytzuar si vendvotime për zgjedhjet e jashtëzakonshme, me që mbajtën me 14 shkurt. Si në të gjitha komunat e Kosovës, edhe në Gjakovë nga 48 shkolla që gjenden në këtë komunë, 34 janë shfrytzuar si vendvotime për zgjedhjet e jashtëzakonshme që mbajtën me 14 shkurt. Drejtori i arsimit në Gjakovë theksoi se këto shkolla tashmë janë duke u pastruar dhe procesi mësimor do të vazhdojë nesër. Këto 34 shkolla sot po bëhet pastrimi dhe dezinfektimi, dhe që ditën e nesme do të jenë të gatshme për procesin mësimor. Kurse sa i përket 14 shkollave të tjera që janë në qendër të vendvotimit, sot ka filluar procesi mësimor i rregullt. Nikol Biba gjithashtu tregoi si është aktualisht gjendja sa i përket ngrohjes në shkolla. Sa i përket ngrohjes së shkollave të cilat kanë qenë qendër të vendvotimit, do thotë nuk kemi pas probleme për jashtë këtu shkollën e Xhmendinixha, e cila është në ngrohjen e qytetit. Në orët e para të mëngjesit, do thotë në orën 8-9 ka pas probleme, dhe këtu në mënyrë alternative do thotë me ngrohje të shkollës. Në rast të mos funksionimit të ngrohjes, që me gjatë besojmë që ka me funksionu, shkollat janë të pajisura me kalldaja, do thotë me ngrohje alternative ose të vetëm personale, do thotë do të bëhet furnizimi me lanë djegëse. Drejtori i arsimit gjithashtu theksoi se në koordinim me DKA-n dhe drejtorët e shkollave do të përcaktohet një ditë kur do të zaventohet kjo ditë e humbur e mësimit në 34 shkollat e komunës së Gjakovës. Pandemia ka ndikuar drejt për së drejti në shëndetin mendor të fëmijëve me aftësi të kufizuara, fëmijëve me sindromin Down dhe atyre pa kujdes prindëror, ndërsa organizatat që merren me përkujdesin e këtyre fëmijëve janë përballur me mungesë të fondeve, si pasojë e krizës pandemike. Nga Forumi Kosovar i personave me nevoja të veçanta, kryetari i saj Bujar Kadriu tha që gjendja emocionale e shëndetit mendor të fëmijëve me aftësi të kufizuara gjatë pandemisë ka qenë shumë i rënduar dhe ka afektuar drejt për së drejti në shëndetin e tyre. Padyshim që gjendja emocionale apo gjendja apo shëndeti mendor i fëmijëve me aftësi kufizuar ka qenë shumë i rënduar, sepse izolimi i tyre përveç se ka kriju, domethënë pasiguri te ta, nikosisht ka afektuar drejt për drejt në shëndetin e tyre dhe në gjendjen emocionale të tyre. Tutje Kadriu tha që pandemia ka afektuar edhe në situatën ekonomike dhe sociale edhe të familjarëve të këtyre fëmijëve, sepse një pjesë e konsiderueshme e prindërve kanë humbur vendet e punës. Padyshim që pandemia COVID-19 ka afektuar drejt për drejt të personat me aftësi kufizuar në veçanti të fëmijët me aftësi kufizuar dhe familjet e tyre, duke marrë parasysh që situata ekonomike, sociale ashtu ka qenë rënduar për pas COVID-19, konsideroj që kjo situatë ka rënduar ekonominë familjare të tyre, sepse një pjesë konsiderueshme e prindërve fatkeqësisht, domethënë si pasojë e COVID-19, sa veç janë dhe pa punë, edhe padyshim që fëmijët me aftësi kufizuar përveç se gjendjes ekonomiko-financiare apo gjendjes sociale, aty në është rënduar dhe qasja, apo është i rënduar dhe jeta në përgjithësi. Në anën tjetër, edhe organizata fëmijëve pa kujdes prindëror, OFAP, thonë që si çdo organizatë tjetër, edhe organizata tyre ka qenë sfiduar nga gjendja pandemike. Shokrije Kojqiqi, koordinatore e OFAP-s, tha që kanë ofruar shërbime dhe seanca psikologjike duke ju dhënë rekomandime këtyre fëmijëve
dhe familjarëve të tyre. Si kurse kretë organizatat edhe na kemi pas sfida ndryshme, mirë po jemi kemi marrë iniciativë mobilizuese brenda stafit që të jemi sa më afër fëmijëve dhe sa më afër me familjeve strehuese. Ajo thekson edhe problemet e tjera që janë ballafaquar. Ka ndiku kjo normalisht, sikurse të gjithë, se pandemia është COVID-19 ka qenë pandemi globale, ka sjellë shqetësime shumë të mëdha shumë sektorin social, ekonomik, ndërsa dhe politik. E anulimi i shumë aktiviteteve si pasojë e pandemisë edhe tek shoqata e Down Syndrome Kosova ka qenë shumë sfiduese. Drejtoresha e kësaj shoqate Sebate Beqiri tha që anulimi i një numri të madh të aktiviteteve ka ndikuar shumë tek ta. Pasojat e krijuara nga pandemia kanë qenë shumë sfiduese, tash jo vetëm nivel shoqatës, nivel vendit, por në nivel global. Mirë, por në këtë rast kur po flasim specifikisht për situatën që është krijuar nga pasojat e pandemisë, kanë qenë shumë sfiduese për organizatën tonë. Ajo përfundon me aktivitetet që kanë organizuar dhe mbështetjen e anëtarëve qoftë me pak ushqimore apo higjienike, për të qenë sa më afër mbështetjes dhe kontaktit me ta. Dhe tani të ndjekim bashkë grafike në parashikimet të motit për ditët në vijim. Këtu po mbyllim këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.